Përshëndetje motra nga sofra shqiptare. Si çdo të diel dhe në këtë diel, tradita jonë e bukur shqiptare vazhdon me një recetë të petullave të shpejta, përgatitja së cilave shumë e thjeshtë, me pak përbërës. Besoj se edhe ju keni mja dalë nëse i provoni, dhe besoj se asnjëherë nuk keni mendruar recetën e petullave. Pra për këto petulla nevojitën vetëm se 10 minuta kohë, nuk duhet që t'i zhytni duart në brum, përgatiten me lugë. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni video në vazhdim. Fillojmë me përgatitjen. Pra për përgatitjen e këtyre petullave nuk nevojiten shumë përbërës, përgatiten shumë thjesht, shpejt. Ja vlen, sidomos të dielave kur jeni në shtëpi dhe jeni për ngut, keni qef që të dalni të shëtitni dhe keni mëngjesin qef që ta konsumoni bashku me familje. Ja vlen që t'i provoni këto petulla, t'i gatuani, sepse përgatiten tepër shpejt dhe lehtë, dhe një enë më të madhe i hedhim 2 vezë. Tek vezët shtojmë një lugë të mesme me sheqer, 4 lugë gjelle me kos. Përzim tash mirë me një tel kuzhine që vezët kosi të bëhen një mos, njëkohësisht do shkrihet dhe sheqeri. Përzim kështu, pra si që shihni shumë shpejt, thjesht, pa i zgjitur duart në miell dhe në brum, përgatiten këto petulla. Kemi përzirë mirë masën, ja shtojmë 100 ml me ujë të vakët. Pra vetëm 10 minuta kohë ju nevojitet për përgatitjen e këtyre petullave, një lugë të mesme me kryp dhe 350 gram me miell. Pra ju përgabëhet një brum i hollë, pra janë petulla me lugë dhe për atë arsye duhet brumi i hollë, dhe një pluhur për pjekje. Dhe tash e përzim mirë masën, gjeri sa gjithë përbërësit të bëhen në një masë homogjene, si që creka nuk bëhet brumi i trash si petullat zakonshme, bëhet një brum i hollë. Nëse jeni më shumë persona në shtëpi, atëherë vetëm shtoni masat e miellit, vezëve, ujit, kosit. Mirë, po për mua janë këto mjaftshëm. Për një mëngjes bilom janë shumë, të them të drejtës. Mirë, po nuk mund të pakohen këto masa, sepse nuk do dalë ashtu si që duhet më pas nëse pakojmë këtë masë. Pra si që shifni, brumi tash është vetëm se gati, pra vetëm se gjysmë minuti nevojitet që të përzihet, dhe e nxejmë vajin dhe fillojmë që t'i fërgojmë petullat. Pasi brumi është gati, atëherë morim një tigan, pra brumi nuk duhet të qëndroj apo të dyfishohet masa, kështu direkt i fërgoj. Në tigan hedhim vaj, hedhim dikun rreth 250 ml me vaj, më shumë për këto masa të petullave nuk do të ketë nevojë. Dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e nxejmë vajin dhe më pas do i kalojmë petullat. Vaji ka fillu që të nxehet, atëherë morim brumin dhe kështu me lugë e kalojmë në vaj. Mund t'i kaloni me një lugë më të vogël ose kështu një si unë më të madhe, mirë po mua më pëlqen pak kështu me një lugë më të madhe, dhe e kalojmë kështu brumin me shumë kujdes që t'i formojmë petullat. Pra i fërgojmë kështu nga 3-4 minuta nga të dy anët. Njëherë i fërgojmë nga njëra anë, pastaj i kthejmë nga ana tjetër. Kështu lug e hedhim brumin në vajin e nxehur. Mundem edhe 2, ka hapësinë dhe për 2 petulla, siç e kam cekur. Masat e brumit mund t'i shtonin nëse ka nevojë. Nëse jeni më shumë në shtëpi, atëherë mund t'i shtoni masat e brumit, të përgatitni më shumë. Dhe ta shohim, si që shihni, vetëm se ka fillu që të skuqen nga njëra anë, atëherë brumin e kthejmë nga tjetra anë dhe nga ana tjetër e fërgojmë kështu 2-3 minuta.
Kanë një aromë jashtëzakonisht të mirë. Besoj se ja vlen mi përgati ju motra që punoni, jeni për ngut të diellave, keni dëshirë që të dilni, ta shijoni pushimin. Gjithashtu keni dëshirë që të konsumoni mëngjesin e të diellave bashkë me familje. Ja vlen, provoni. I skuqim shtash edhe nga ona tjetër dhe më pas i kaloj kështu në një në të cilën kam shtru peceta kuzhine, një përdorimshe, i kaloj petullat që t'i thithët vaji, pra mos ngelin me shumë vaj. Si që shof, po thuaj se kanë fillu që të skuqen. Petullat i kemi fërguar mirë nga të dy anët, atëherë i kalojmë kështu te kena ku kam shtruar pecetën e kuzhinës. Pra si që shifni thjesht, shpejt, ja vlen mi përgadit. Dhe kështu në mënyrë të njëjtë vazhdoj me gjithë brumin, duke kalu në vajin e nxehur kështu me luk. Një të mënyrë i fërgojmë nga të dy anët. Petullat janë gati, konsumohen kështu të nxehta, mund t'i konsumoni dhe të ftofta, i konsumoj me marmellatë, mjaltë, gjallë, varet nga dëshira. Si që pat, përgaditja shumë thjeshtë, shpejt, besoj se çdo fillestare në kuzhinë mund t'ja dalë t'i përgadis këto petulla. Ta ndoj një në mes dhe ta shifni se si ka dalur, pra janë t'buta. Ja pra, me marmellatë shkojnë shumë, me mjaltë, gjallë, varet nga shija. Gjithë ju motra që i përgadisni, ju bëfshin mirë. Kurse ju motra që më shikoni vazhdimisht, më jepni komente të bukura, ju falinderit, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, gjeni në recetën e radhës.